Që nga vendosja e sistemit qyteti i sigurt për 5 muaj janë regjistruar 120.000 shkelje trafiku. Këtë e tha sot Ministri i Punëve të Brendshme Panço Toshkovski në raportin për punën e tij 2 vjeçare në krye të Ministrisë së Brendshme. Ky sistem që fillimisht nisi zbatimin në Shkup, Tetov dhe Kumanov, sipas Toshkovskit, ka ulur numrin e aksidenteve të trafikut për 40%. Nga ne janari kur filloi sistemi qyteti i sigurt është regjistruar ulje e numrit të aksidenteve të trafikut për rreth 40%. Gjëgjësisht ka ndëruar jetë 34 persona, përkundër 55 viktimave për të njëjtën periudhë vitin e kaluar. Deri në 22 qershor 2026, përmes kamerave janë regjistruar 120.000 shkelje të trafikut, nga të cilat 95% janë për tejkalim të shpejtësisë së lejuar. Sipas tij, për këto 2 vite, efikasiteti i Ministrisë së Brendshme është rritur për 69%. Është rritur numri kapjes së autorëve të veprave penale, janë neutralizuar rreth 30 grupe kriminale që kanë vepruar në fusha të ndryshme. Në fushën e korrupsionit, numri i grupeve të organizuara kriminale me veprimtari korruptive që janë neutralizuar është rritur për 50%. Janë neutralizuar 6 grupe të tilla, ku janë ngritur kallëzime penale për 146 persona fizik dhe 18 subjekte juridike. Janë zbuluar rreth 500 vepra penale, kurse numri i autorëve të raportuar kalon 1.000, që paraqet rritje të konsiderueshme në krahasim me periudhën e kaluar. Në raportin për punën e tij 2 vjeçare në Ministrinë e Brendshme, ai përmendi se lidhur me tregtinë e paligjshme të drogës kanë neutralizuar 11 grupe kriminale. Janë parandaluar 9 transporte ndërkombëtare të marihuanës dhe kokainës dhe janë zbuluar 3 laboratorë të improvizuar. Tha se janë zbuluar mbi 1.600 vepra penale, janë raportuar rreth 1.900 autorë dhe janë sekuestruar rreth 6.2 ton drogë. Sekuestrimi i kokainës, shtoi ai, është rritur me më shumë se 300%. Bëri me dje se gjithashtu janë sekuestruar 550 armë. Përmendi se numri vjedhjeve të rënda është ulur gjithashtu me më shumë se 30%, ndërsa grabitjet janë ulur me mbi 40%. Numri vrasjeve nga ana tjetër është ulur me 4%. Gjatë kësaj periudhe 2 vjeçare kundër Toshkovskit janë ngritur 3 interpelanca nga opozita dhe që të gjitha kanë kaluar pa sukses.